Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi I Zotit qoftë mbi ju. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falënderimi I takon Zotit të gjithësisë. Paqja, mëshira dhe bekimi I Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhammedin, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte troket në zemrat tona muaji I begat I Ramazanit, muaji I mëshirës, muaji I sakrificës, muaji I solidaritetit, I empatisë dhe I mëshirës ndaj njëri tjetrit. Muaji I Ramazanit është muaji ku të gjithë trokasin në zemrën e vet. I kërkojnë Zotit të gjithësisë që të pastrohen nga gabimet që bëjnë gjatë gjithë vitit. I kërkojnë të pastrohen nga veset që kanë dhe presin me mall muajin e Ramazanit për të qenë një rast I mirë, për t'i kërkuar Zotit të gjithësisë të mira në këtë botë dhe për në botën tjetër. Muaji I Ramazanit është muaji I agjerimit. Zoti I gjithësisë në Kur'anin famlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, o ju të cilët keni besuar, u është bërë obligim agjerimi në muajin e Ramazanit, ashtu siç u është bërë obligim popujve të tjerë para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra Zoti I gjithësisë kërkon devotshmëri ndaj nesh. Dhe devotshmëria nuk është vetëm të jemi të uritur apo të etur, por të jemi të ndaluar edhe nga fjalët e këqija, nga veprat e këqija, nga mendimet e këqija. Në një ajet tjetër, Zoti I gjithësisë na tërheq vëmendjen se muaji I Ramazanit është muaji I Kur'anit, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sadaqallahul azim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, muaji I Ramazanit është muaji I Kur'anit. Kur'ani I cili është udhëzues për njerëzimin. Prandaj vëllezër dhe motra, është muaji ku duhet I kthehemi fjalës së Zotit. Është muaji ku duhet ta harrojmë veten tonë, dëshirat e kësaj botë dhe të kthehemi për tek Zoti I gjithësisë. Të kthehemi aty ku ka nevojë njeriu, tek prehja, tek mbështetja, tek krijuesi e vet. Pejgamberi jon I dashur Muhamedi, paqja dhe bekimi I Zotit qoftë mbi te, thot: kush agjeron Ramazanin duke besuar me bindje të plotë tek Zoti I gjithësisë dhe duke shpresuar në shpërblimin e Tij, ai do të shpërblehet tek Allahu I madhëruar. Dhe Zoti në një hadith kutsi thot: të gjitha adhurimet janë për robin tim, ndërsa agjerimi është për mua. Pra shpërblimi do të jetë ashtu si ka dëshirë Zoti I gjithësisë. Gjej rastin t'ju uroj të gjithë besimtarëve agjerim të lehtë, të pranuar dhe të shpërblyer tek Zoti I gjithësisë. Edhe një herë në emër të Myftinisë Vlorë dhe në emrin tim personal, ju uroj që muaji I begat I Ramazanit të jetë një rast I mirë për t'u kthyer tek vetja jonë dhe për t'i kërkuar Zotit që ky vend, Shqipëria, të bëhet më mirë. Të kemi mirë kuptimin me njëri tjetrin dhe të jetojmë së bashku të gjithë ashtu siç e meritojmë, në paqe, në solidaritet dhe në mirësi ekonomike, morale, familjare e tjerë. Zoti ju bekoft.